Me kursimet që kishim mbledhur për të blerë një shtëpi në Tiranë, ne vendosëm të investonim dhe të ndërtonim bujtinën tonë. Është një fshat i thjeshtë, është kthyer në një fshat që e njeh gjithë bota. Me biznesit që pat baba im me një supermarket të vogël, arritëm dhe ta zhvilloni dhe ta krijoni edhe në bujtina. Me kursimet që kishim mbledhur për të blerë një shtëpi në Tiranë, ne vendosëm të investonim këtu në Fisht dhe të ndërtonim bujtinën tonë. Unë jam rritur nga një nën shumë luftarake, e cila na ka mësuar që puna dhe dinjiteti janë dy gjëra që nuk të tradhtojnë kurrë në jetë. Prandaj, unë mora vendimin që të largohesha nga Tirana bashkë me bashkëshortin tim dhe të investonim këtu në Fisht. Si fillim e kemi nisur me 3 dhoma dhe më pas, duke punuar, bërëm dhe dhomën e 4. Nga kjo grua e fortë ka mësuar që suksesi, karriera, puna, qyteti nuk janë gjithçka në jetë, por njeriu do të shikojë dhe rrënjët e tij, aty ku kemi lindur, ku kemi jetuar dhe çfarë kanë bërë të parët tanë. Kështu që ky ishte një vendim që ne e morëm dhe dolëm kundra dhe njerëzve të tjerë të cilët thonin nuk do t'ja dilni dot, çfarë po bëni, po lini qytetin, po lini punën, gjithçka, duke qenë se në këtë periudhë njerëzit më shumë po shkojnë nga fshati në qytet ose nga qytetet e vogla rrethinat në qytet, në kryeqytet, dhe ne zgjodhëm që të vinim në fshat, por ja ku jemi sot dhe po tregojmë një histori suksesi familjarisht. Gjatë kohës që unë kam jetuar në Tiranë, kam punuar në një universitet ndërkombëtar ku drejtoja zyrën e karrierës, por kur hapëm bujtinën, gjatë gjithë kohës e kisha mendjen këtu se si po ecim punës, se çfarë do zhvilloj dhe aty kuptova që misioni im nuk ishte puna që unë po bëja, por ishte tringa. Nëse do kishit ardhur më parë, para sezonit të vjeshtës, do ju thoya që turistët ishin më shumë të huaj, por vizitorët që kemi, të paktën 2 sezonet e fundit, kanë qenë shumica shqiptarë dhe kjo gjë na lumturon shumë, se dikur shqiptarët dyndeshin rreth shteteve të tjera europiane, drejt Bregdetit, por sot jemi shumë të lumtur që shqiptarët po zgjedhin edhe Fishtën, edhe fshatrat për të pushuar. Rutina jonë e punës fillon që nga mëngjesi, kur ne përgatitim mëngjesin për turistët, për klientët tanë. Mëngjesi përgatitet nga vjera ime, zonja Diana, e cila e përgatit çdo gjë me shumë dashuri. Ajo përgatit petullat dhe kemi të gjithë bulmetrat të cilat vinë nga prodhimi i lopëve tona. Ne prodhojmë qumësh i cili shitet dhe në mrizë dhe një pjesë shkon për nën produktet si djathi, gjalpi, të cilën ne e shërbejmë në mëngjes. Gjithashtu sipas sezonit kemi lëngun e trëndafili, lëngun e shegës, mjaltin, reçelin dhe çdo gjë të cilat janë nga ferma në Tryezë. Të huajve i bën përshtypje që ne punojmë si familje. I bën përshtypje fakti që vjeri dhe vjera ime dhe gjyshja, pavarësisht se nuk din gjuhën, komunikojnë me anë të syve dhe edhe i kuptojnë dhe disa fjalë që ato i thënë shqip, merren vesh dhe me anë të shenjave. I bën shumë përshtypje fakti që një fshat i cili pavarësisht se nuk ka ndonjë bukuri natyrore shumë të rrallë, është një fshat i thjeshtë dhe është kthyer në një fshat që e njeh gjithë bota. Kjo është dhe fal Mrizit të Zanave, i cili i dha një njohje ndërkombëtare Fishtës dhe ai ka qenë edhe shtysa që ne kemi bërë bujtinën dhe janë shtuar jo vetëm ne, por janë shtuar dhe shumë bujtina të fshatit dhe kjo na jep dhe ne shpresë të rinj që edhe fshati ka të ardhme dhe urojmë që turistët gjithmonë të shtohen dhe mikpritja edhe mundi që të gjithë zona bëjnë për turistët edhe për njerëzit që vinë të shpërblehet dhe të kemi më shumë turist edhe të kemi në të ardhmen më shumë bujtina në fshat. Kjo është një kënaqësi shumë e madhe dhe për ta. Neve kemi qenë në Tiranë dhe vinim çdo fundjavë, kështu që të shmalleshim gjatë fundjavës, por gjysha gjithmonë edhe Vjera Ajshani kur ne iknim dhe vjerim, se janë njerëz shumë të ndjeshëm, çaj madje edhe për turistët kur ikin, edhe për ne, por gëzimi më i madh ka qenë edhe rikthimi i kunatit tim, që është rikthyer nga Italia, dhe ai ka qenë nismtari, domethënë që e ka nisur pjesën e bujtinës, që na ka dhënë idenë, dhe ne të gjithë pastaj kemi punuar për të arritur këtu ku jemi. Duke parë gjyshen që është në këtë moshë dhe vjerën time që pavarësisht punëve që kanë të fermës edhe të kafshëve, po luftojnë fort për të arritur aty ku jemi. Këto nuk kanë pasur mundësi që të vizitonin botën, por ja kur jemi sot që e gjithë bota po vjen që të na vizitojë bujtinën tonë dhe fshatin Fisht. Prandaj i them që të punojnë fort, të luftojnë dhe të arrijnë ëndrat e tyre. Jo vetëm grave, por të gjithë të rinjve që janë në moshën tonë, mos dëgjojnë fjalët e njerëzve që nuk do ja dalin dot, jo fshati, jo punët, por të punojnë fort dhe të arrijnë ato që duan, sepse me besim edhe punë mund të tregojnë një histori suksesi.
qenë e moshë shumë të re, jam marrë me bujqësi dhe blegtori. Dhe bashkë me bashkëshorten time. Bujqësia dhe blegtoria mu më kanë arktu, më kanë dhënë forcë dhe kam arritur që të punoj me dignitet. Dhe kam mbjellur shumë toka dhe falë si kam marrë dhe 20 orë shumë të ri në atë kohë, një traktor, edhe me 0 kilometra, edhe kam vazhdu punën që në 2 mishin, me bujqësi dhe blegtori. Bujqësi kam mbjellur shumë shega, të cilët kam afër 1 hektar sheg, kam ullin rreth 0,5 hektar, kemi lop, kemi majt me 3-4 lop, kemi majt dera, kemi majt shpend, dhe kemi pasur, sa ishte edhe baba im gjallë, kemi majtur një dyqan aty, një market të vogël, po pas vdekjes atij, nuk arritëm që nga punët e mëdha që kishëm, nuk arritëm që ta marrim marketin, po arrita që të shkollohen edhe 2 djemtë e mi dhe të marrin edhe 2 nuset e tyre dhe fal kontributit edhe të atyre 2 çunave si kam, arritëm që të hapim tringen, fal edhe mrizit zanave që na inicioj që të hapim dhe të vazhdojmë punën me bujtinat dhe arritëm dhe ndërtum dhe një bujtin këtu që sot kemi 4 dhoma dhe kemi shpresë që në të ardhmen ta zgjerojmë edhe me të tjera bujtina. Duke pa perspektiven se bujtinat këtu po kanë punë shumë dhe turistat po vinë nga gjithë bota, kemi arritur dhe po krijojmë një sukses këtu në Fisht. Jam shumë i lumtur që pjesën e tregtisë që pat me biznesit që pat baba im me një supermarket të vogël, arritëm dhe ta zhvilloni dhe ta krijoni edhe në bujtina, edhe supermarketin e babës, ta arrijmë të ta vendosim një kuzhinë të vogël për turistat. Mirë se vini në bujtinën Tringa në Fisht.